Në fakt kam edhe unë pak faj, Bato. Ti atë ditë erdhe me qëllim të mirë, deshe të më ndihmoje mua. Por si që të thash, isha shumë e shpërqendruar unë, edhe e mërzitur, reagova ashpër. E pastaj, kur ti u përgjigje, Ozani të sulmoj. Dhe puna arriti deri këtu. Ashtu ndodhi për zotin. Shiko si jam katandisur. Alqin, kur do ta heqësh? Nuk e di, doktori tha që ta mbaj sa të jetë e nevojshme. Sa të jetë e nevojshme duhet ta mbajsh. E kuptova. Gjithsesi, nuk ka arsye të mos flasim me njëri tjetrin, Bato. Jemi shok shkolle në fundit. S'ka kuptim të prishemi për problemet e Ozanit ne të dy. Vërtet mendon kështu apo po më gënjen? Nëse nuk më beson, atëherë nuk do flasim më fare, Bato. Unë erdha këtu me qëllim të mirë, por ti e di. Jo. Hajde mirëpafshim. Shaka, jo. Ulu. Kur bie me kokë nga muri, njeriu bëhet paranojak. Më fal, kërkoj falje. Në rregull, nuk ka problem. Për çfarë po flasin ata? Unë po marr një çaj për vete. A do dhe ti? Nëse merr, e pim me 2 lugë sheqer. Në rregull atëherë, po shkoj ta sjell më njëherë. Do të ta zbuloj gënjeshtrën, Bato. Do ta shohësh ti. Urdhro, Xhengiz. E dje, ku jeni ju? Të kam telefonuar 50 herë, pse nuk përgjigjeni? Nënë e bi bërit në rrugëve apo jo? Jo, Xhengiz, jemi në shtëpi. Ndoshta telefoni i shtëpisë është prishur. Kur të vish kontrolloje? Po në celular pse nuk përgjigjeni? Dëgjoj këtu Hedije, unë nuk has gjërat mirë. Mas vallë keni shkuar në Ankara. Jo, shpirt, çfarë Ankara e? Mos fol mërzirash, ç'pun kemi në Ankara? E kuptova nga zërit, Hedije, po kur dishni diçka. Por prit, dhe zbuloj çfarë po luani. Alo, Xhengiz. Pavarësisht gjithçka e ti prap shkon flet me atë? Ti apo më ndjek mua? Jo. Përse duhet të të ndjek? Do ta përfundoj punën që më ka mbetur. Është koha të shkoj t'ia thyej hundët. Ozan, jo. Nuk të lejoj ta bësh këtë. E kush po të kërkon leje ty? Shiko, djali është në gjendje të mjerueshme. Nuk e rëna që poshta të rrash dika në atë gjendje, apo jo? Ti akoma beson fjalëve të atij pisit? Si mundet që ti ta mendosh se unë mund ta vrisja? Edhe ti vërtet i beson atij? Kujt i besoj është puna ime. Unë thjesht nuk mund të lejoj që të rrash dika në atë gjendje. Se lejoj pra, kërkoj ndjes. Nuk e presim këtë nga ti. Shumë keq. E kam patjetër të veproj kështu, për të provuar pavajsinë tënde, Ozan. Të kërkoj falje. Shefi tha se nëse dëshiron mund të luash këtu kundrejt pagesës. Jo, Lare, mjafton që të ka pëlqyer ty. Apo dalim? Po dalim, por... Po thua të vërtetën apo jo Jaz?
Nëse ma hum pushimin e drekës kot, do të prishemi. Më beso mua pra, të tjerat nuk kanë rëndësi. Kemi pak kohë. Hajde të shkojmë. Ozan, prit pak, nuk mund të hipesh në motor me këtë nervozisëm. Të lutem prit. Ozan, po të ras një taksi dhe shkojmë bashkë. Ozan, a ja aty, më dëgjon, ty po të flas. Ozo, do të shmendem, dëgjo. Ozan! Ozan! Ngadal! Ngadal! Uf, sa kokë fort. Kur sillesh kështu më mërzit shumë. Çfarë do të bëj unë me ty? Faleminderit. Po i përballon mirë gjithë këto lëndime, Batu? Apo të ndihmojnë ilaçet? Jo, nuk kam nevojë për ilaç. E kam pragun e dhimbjes së lartë. Edhe doktori u habit. Tha se kushdo që të binte ka ajo lartësi do të vdiste. Unë shpëtova mirë me kaq. Ai, shpirt. Kam dhimbje, por i duroj. Nuk ankohem unë shumë për gjëra të vogla. Në rregull? Mora vesh. Shiko, fal Alqis, të pak të më hyri në punë për diçka, por i me po bisedojnë. 1 ose 2 herë në vit mund të hidhem prapë nga ndonjë vend i tillë. Të kemi kohë për biseda. Thef shqafën, Xhengiz. Ditë ma prishësh humorin edhe nga aq kilometra larg. Oh, koka. Shumë keq më dhem. Po e lash ilaçin unë? Uf, çfarë do të bëj? Urdhroni. Alo? Po flas me nënën e Aslës? Po, unë jam urdhroni. Përshëndetje, jam Tariku, profesori i Aslës nga shkolla. Si jeni? Ozani ose të sulmon nga pas, ose të shtyn nga muri. E di që po të më dilte para si burr, do hante dru. Ke të drejtë. Më duket sikur ke diçka këtu ti? Çfarë bën? Çfarë bën? Për pak më dogje. Më fal shumë, më vjen shumë keq. Por duket se çaji të vëri mirë. Nuk të pas ka mbetur asnjë dëmtim nga thyrja. Ma bëre me qëllim. Je i pështirë, Bato. Për shkakun tënd një njeri i pafajshëm do të futej në burg. Aslë, ma jep telefonin. Aslë, ma jep telefonin. Aslë! Alo? Zonjë, unë po ju dëgjoj shumë dobët, por do t'ju them shkurt diçka dhe do ta mbyll. Në rregull. Unë përpiqesha t'i siguroja Aslës një bursë, por me sa kuptova ju s'keni pranuar. Nuk është puna ime, por e di që po kaloni disa vështirësi. A mund që të vini që të flasim sy më sy? Aslı është një nga studentët e mia më të dashura. Do të isha shumë i lumtur ta ndihmoja. A më dëgjoni mua?
Berqin? Ja, Berqin, prit! Mbaroj, Berqin. Makti mbaroj, Ozani shpëtoj. Çfarë po thua ti? E detyrova Batun ta pranon të gënjeshtën e tij. E gjithë historia me Allçin ishte gënjeshtër, e sajuar. Kam bërë inqizime, a e beson dot? A me të vërtet? O zot, sa u gëzova, faleminderit Zotit, Ozani do të shpëtoj. Ozani të pas ka qërtuar kot edhe ty. Ja, vetëm se unë nuk mund t'i qaj vetë inqizimet. Duhet t'i qash ti. Si pra, ti a jap unë lajmin? I kam premtuar se nuk do të ngatrohem më në këtë çështje. Do t'i të dërgoj video, ti shko të dërzoj. A mund ta bësh këtë për mua? Nuk e ke problem nëse e bën, a? Sigurisht që po, si jo, dërgomi video ti mua. Nën? Nën, erdha unë, a je në shtëpi? Nën? Nën, që janë këto valigje? Çfarë po ndodh? Po shkojmë në Izmir. Këtë herë e kam seriozisht. Mblidhi gjërat e tua. Shu desh të lajmërohem. Si ishte ide e mirë në telefon. Duhet të kisha folur ball për ball me të. Baba, nuk e për ta besuar, ndodhi diçka e makniqme, e zbulova gënjeshtën e Batut. Mund ta vërtetojmë se Ozani nuk e lëndoi. Mund ta dëshmojmë se Batu është shtritur. Baba, Ozani do të dalë pastër. Qetësohu, më tregot ç'të ndodhi një nga një. Nuk ka nevojë të ta them. Eja do ta shikojmë. Shiko tani. E kam të lartë pragun e durimit të dhimbjes. Tha se kushdo që do të binte nga ajo lartësi, edhe mjeku hambit, do kishte vdekur. Ç'po bën? Çfarë po bën? Gati sa nuk u përvlova. E bëre me qëllim. Më jep telefonin. Çfarë duhet të bëja Mymtas? Ha? A duhet të rria me duar të kryqëzuara kur djali im ishte në atë gjendje? Jo e dashur, jo, më keq kuptove mua. Nuk dua që Ozani të shkojnë në Burgas pak. Megjithatë, nuk u bëj mirë që ju ofruan para. Jo, unë të kuptoj ty. Ti nuk do të më kuptosh mua. Si mund ta hedh ashtu si pa të keq djalin në zjarr? Mund të zemër, e di që nuk je shumë e zonja për ta bërë këtë. E di shumë mirë se çfarë nënë e mirë dhe vetë mohuese je. Dhe kjo është arsyeja pse jam i dashuruar me ty. Ti gjithmonë mendon për ne. Nuk ka ne, Mymtas, nuk ka ne. Nuk mendoj për asgjë tjetër përveç se Ozanin këto ditë. Urdhëro Tarëk. Alo, Zhylide? Kam lajme të mira. Gjetëm një dëshmi që vërteton papajsinë e Ozanit. Çfarë? Si? Po shikoj një video në të cilën Batu po ecën në fakt duke kërcyer pikërisht tani. Fashët e tij, gipsi, gjithçka ishte shtirje. Me të vërtet? Pra, është i lirë tani? Po, fal Zotit. Do ta çoj këtë provë në stacionin e policisë. Të informoj për gjithçka. Por mos u mërzit. Kjo punë mori fund. Papa, Mymtas, falë Zotit, djali im është i pastër. Pafajësia e ti do të vërtetohet. E dija gjithsesi unë, e dija që djali im nuk do të bënte një gjë të tillë. Shkëlqyeshëm, por çfarë ndodhi? Çfarë të tha Tariku? Nuk e di. Ai djali nuk ka asgjë. Është e gjitha një shtirje. Jeta e djalit tim do të shkatërrojë për shkak të atij idioti. Por gjithsesi,
Si do qoftë s'ka gjë, nuk është ky momenti tani. Tani që Ozani është i lirë asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Me mdas, fal Zotit. Faleminderit o Zot. Po shkoj të marr një filxhan çaj. Dëshiron edhe ti? E po nëse mund të ma sjellësh një filxhan, do ta pi. Do t'i marrë dhe të kthehem më një herë. Që më intereson. E përse po e vras mendjen për këtë? Më thuaj nën. Po kam dalë, duhet të ri pak vetëm. Si? E kush ta tha? Në rregull, ja tani po vi. Në rregull. Jo, nuk mundet. Nuk mund t'i Nuk mund t'ale shkollën unë. Vajza ime, hajde qohu. Blidhje dhe gjërat e tjera. Do të ikim para se të vidaja. Hajde qohu. Ti po thua të ikim pa i thënë askujt? Sigur para atisemi. Do t'i telefonoj vëllait më vonë, do t'i tregoj. Nëse e marrin vesh tani nuk do t'na lënë të ikim. Dhe mirë do të bëjnë? Nën, tregohu e arsyeshme të lutem. Dëgjoj, po më ndeshkon pa asnjë lloj arsye. A nuk më the ti të shkoja në shkollë? Do të shkosh në shkollë, vajza ime. Do të shkosh. A nuk ka shkolla në Izmir tjera, ha? Do ju shpërsëri në provim dhe do përfundosh shkollën mirë. Por unë dua të rri këtu. Në shpirt. Shiko, ti e di sa shumë kam studiuar, sa shumë e kam dashur këtë. Si mund të jesh kaq mizore me mua? Asllë. Të mos humbasim kohë duke folur vajzë. Nëse them se do të shkojmë, do të shkojmë. Hajde. Çfarë të ketë bërë profesor Taraku? Kush e di ai telefonoi Hedijes? Çfarë? Profesor Taraku do t'i telefonoj Hedijes? Oh, harrova të tregoj. Sot më telefonoi profesor Taraku. Më kërkoi numrin e Hedijes. Për çfarë i duhet profesor Tarakut numri i Hedijes? Më shiko këtu Jashar. Nuk ja dhe apo jo? Ja dhe. Të lumt ty Jashar. Ja dhe numrin e saj një të panjohuri. Pse zemrohesh, Nuran? Ai donte të rregullonte një bursë për Aslën. Donte të fliste për këtë. Për çfarë burse po flet? Çfarë i duhet atij? Ajo ka në e saj, na ka ne. Çfarë pune ka profesor Taraku? Mos fol kështu sikur nuk e njeh profesor Tarakun. Pastaj ai është profesor në fund të fundit. Besoj se i di këto gjëra më mirë se unë dhe ti. Do shte ka telefonuar tani më. Sidoqoftë, do ta pyesim kur të shkojmë në shtëpi. Bre Jashar. Ec, ngadal. Do metesh përsëri pa frymë. Hajde Jashar, hajde, kam punë për të bërë. Nëna ime e dashur, unë kam lajme shumë të mira. Çfarë po ndodh? Ozani doli pa fajshëm dhe gjeje se kush e shpëtoi Ozanin? Kush mendon? Nga buzëqeshja në fytyrën tënde, duhet të jesh ti. Unë sigurisht. A e di çfarë bëri vajza jote? Filmova një video që e vërteton se Bato është gënjeshtar. Pastaj ja dhash babait dhe ja e çoi në stacion e policisë. Më lejo të them diçka nën. Bato nuk do të jetë në gjendje as t'i afrohet Ozanit që tani je tutje. Shiko çfarë pas ka bërë vajza ime. Të lumt ty. E shikon tani? Kështu e kam edukuar unë vajzën time. Të aftë, elegante dhe rrezëllitëse. E till është Berçin biçer. Çdo fitore kërkon një luftë të re. Duhet ta shfrytëzojmë këtë mundësi dhe të vazhdojmë me sulmin ton. Çfarë duhet të bëjmë? Do t'i bëjmë një vizitë Gjulides për ta uruar sigurisht. Jam e sigurt që u gëzua kur e mori vesh se ti ishe heroina e historisë. Berçin, po që ke këtë fustan? Ndroje tani? Po dukesh si një fëmijë. Hajde, lëviz vajza ime. Margarita ime.
Oho, hajde më shpejt. Nëse vazhdon kaq nga dalë nuk do t'i ikim para mbrëmjes. Nxito. Hajde shpejt, mblidhi gjërat e tua. Thuaj tetes Nuran. Letja jap librat e mia dikujt që ka nevojë. Kurse e Lili mund të përdor letoret. Kam përdorur vetëm disa faqe. Mirë do ishte. Do të na rëndonin këto në çanta. Më mor fryma Nuran. Pse po më detyron të vrapoj? Të thash se kisha sa punë për të bërë. Hajde, mos u anko. O erdhën. Të thash si mblidhje shpejt. Hajde paketoj gjërat shpejt. Shpejt kurse unë po shkoj të marr çantën tjetër. Më shiko këtu. Mos lejo që Daja të bërej diçka. Për ndryshe nuk do të lërë të shkojmë. Mos guxo. Jashar, je kokfort si mushke dhe ti. Nuk më dëgjon kur të them të më japësh ti mbajun, dhe pastaj ankohesh tër natën se nuk mund të flesh nga krahu. Oh, erdhët vëlla. Erdhëm. Mi e mua? Ma jep mua motra Nuran? Ti fusim së bashku brenda. Së pari më bë pak masazh të krahu Nuran. Më duke se më ka zënë ngërçi. Erdha, Jashar, erdha. Mirë se erdhat. Mirë se të gjetëm bi. Ti pse i ke syt kuq? Mos ke qarë bi. Jo, Daj shpirt. Jam ftohur pak. Prandaj më duket. E po kështu është Margarita ime, me një ndjenjë shumë të theksuar për drejtësi. A të ulem këtu? Sigurisht. E po aju përpoq shumë ta zbulonte të vërtetën, sigurisht. Dhe me qënë se ishte Ozani ai që ishte në situatë vështirë? Shpirti im, s'mund të falenderoj dot sa duhet ty. Na shpëtove nga një barë kaq e madhe sa që... Tita Julite, çfarë është ajo fjalë? Unë nuk ajo bëra është edhe asgjë. kaq modeste tani fiksi unë. Pra, unë do të pyes diçka. A i tregove Ozanit për këtë? Sigurisht që po. Kur më tregoj baba yt e thirra me një herë Ozanin. Në rregull. E dashura ime. Mos i prek flokët. Hajde tani, hajde, përgjigju. Do të më japësh llogari për këto, Osman. Su tregua të zotë ta kryen këtë punë. Përgjigju. Ja. Asla. Daja dhe Nurani do dalin në mbrëmje. Ne do dalim pas tyre para par njeri. Dhe mos vazhdo të shfrysh ashtu se do ta kuptojnë. Merr një xhaketë me vete. Udhimi i natës do të jetë i ftohtë.
Hedije, lëri ato tani. Zotri Tarëk do të telefonoj t'ja Hedije? Më telefonoj vesh më. Çfarë të tha? Për çfarë folët? Atë njohu ty? O, zoti madh. Nuk pati mundësi të më njihte. Mund të thosha vetëm ca fjalë. Ai foli ndërsa unë e dëgjova. Çfarë tha ai? Për çfarë të foli? Pse është dera e mbyllur? Bjera këtu nga gjella, prandaj e mbylla. S'ka gjë. Lere të qarkulloj. Hedije, më jep pak ujë. Mirdita. O, mirë se erdhe Mirë se gjeta, Gjenosh. usta. Mirë se erdhe zonjush. Mirë se ju gjeta zotri, punë të mbarë. Unë erdha të marrë vesh se për sa para jashit e këtë instrument shoku tim. Do duhet të këshe paralajmëruar shitësin më herët. Atëherë nuk do të habitej kaq shumë. Dhe gënjeshtra jote nuk do t'ishte zbuluar jas. Eja këtu vajzë, eja. Këtë e bëra 30 vite më parë. Vajza, që më vonë u bë gruaja ime, ishte fqinja ime. E bëra këtë ndërsa mendoja për të. Dhe kur e mbarova, shkova në dritaren e saj dhe i rash. Baba i saj më dëboj, sigurisht më dha një drut mirë. Megjithatë ia vodha zemrën vajzës. U martuam 3 muaj më vonë. Kemi 2 fëmijë dhe 3 nipër e mbesa. Zoti bekoft. Gruaja ime vdiq vitin e kaluar. E humba. Ngushëllimet e mia. Faleminderit qoftë shëndosh. Pra, kujtimet e këtij instrumenti janë të shumta. Shumë njerëz e donin, por unë nuk ja dash askujt. Prandaj i arrita çmimin. Ky djalë erdhi në dyqan për ta blerë një dhuratë. E pash, duke e parë këtë saz i trazuar, i kërkova që ta merrte dhe i thash: "Ky saz," i thash, do një njeri të dashuruar." Dhe ashtu ndodhi, pra, i ra sazës ashtu siç e meritonte dhe ja dhurova. Unë u tregova shumë e padrejtë me ty. Të quajta gënjeshtar. Kërkoj shumë falje. S'ka gjë. Faleminderit. Mirë, shkoni tani ne shihemi më vonë. Bir, çfarë po ndodh? Pse u ktheve ti me një herë? E humba e lylin gjatë pushimit. Kështu që u ktheva. Tu të marte mira aty Bir. Birim, mos shkoj vajza prapa diellit për të ngrënë, ha? Do të kthehej më vonë, apo jo? Kafene është ajo, apo jo Birim? Pse nuk ule atje dhe ti të pije një filxhan çaj? Dhe pastaj do të gjej një justifikim për të folur me vajzën. Ke të drejtë, por nuk e di. U mërzita dhe u ktheva. Çfarë të bëja? Mor Bir, sa i paduruar që je edhe ti. Hajde ec tani, ec, shkojmë në shtëpinë. Merr një errët frymë thellë dhe do të kthehesh në shtëpi përsëri. Në rregull? Dëgjoj, mos guxo të kthehesh pa folur me vajzën këtë herë. A u kuptuam? Në rregull. Hajde pa merak. Mirë, hajde tani. Hajde ta shohim. Nuk do të kemi më probleme pasi Tarëku të merret me procedurat. Do t'i vjen ka pak dhe kësaj pune. Ky incident u zbulua fal Berçinit. Këto duhet ta festojmë ne. Faleminderit Berçina. Nuk ka gjë Ozan, mos e zër me gojë. Atëherë si e filmove atë videon?
Pra, videon... Dhe mos që duhet t'i japim një mësim ati maskarajt. A i gënjeu pa pik turpi, shpifi. Nuk dua gënjeshtar si a i në shkollën time. Do të bëjt shmos që të përjashtohet a i me njerë. Po të mos ta besoni t'ju të gjithë, zot kishte shkuar aq larg. Nuk ka nevojë të shtiresh tani. Pastaj edhe unë kërkova falje. Ozan, ke të drejtë birë. Unë nuk mund të kërkoj falje mjaftueshëm. Zemër, po shkoj në shkollë për të zgjidhur çështjen me njerë. Shpresoj që Ozani ta konsideroj këtë veprim si pjesë të faljes sonë. Apo jo, Ozan? Është në rregull? Osman, mendoj se e more vesh lajmin. A i djali yt budallaj prishi të gjitha. E lylim, kushërira ime, shoqja ime, gjysma ime më e besuar. E di që do të mërzitesh. Ne po kthehemi në Izmir. Nuk e kuptoj pse nëna ime është kaq e zemruar, por këtë herë është e vendosur. Gjithçka mori fund. Jeta ime universitare mbaroi ende pa filluar mirë. Jam shumë e mërzitur. Faleminderit për gjithçka. Që më dëgjove, që më kuptove dhe ndave dhomën tënde me mua. Do doja të të shija në Izmir sa më shpejt e ishte e mundur. Miropafshim tani për tani. Kushërira jote, Asla. Ja si themon. Le të porosisim ushqime që i pëlqen Ozanit sot për darkë, ha? Gjeta një kompani të re shërbimi ushqimor. Kanë kuzhinier të shkëlqyer. E dashur Sibel, do të përgatisim diçka në shtëpi. Nuk ka nevojë për egzagjerime, jemi vetëm ne. E po mirë, në rregull. Miropafshim në mbrëmje. Ozan, ku po shkon? Që të marrim pak ajër të pastër. Hajde, Berqin. Në rregull, miropafshim. Hajde, miropafshim fëmijë. Sibel. Të thash, Osman, të thash, nëse e katranos punën, të ta bëj jetën ferr. Lërë tani mjaft, mos më kërko falje. Do të vish në shkollë me njerë tani, të shojmë çfarë do të bëjmë. Me njerë do të vish. A nuk pas ka ikur ende ky? Ozan, prit. Do t'i them Rojës së sigurimit do të ish nga dera e pasme, mos të shohin ndërsa hyn del nga zyra ime. Hajde me njerë. Më telefono kur të afrohesh. Hajde shpejt. Të thash të nxitosh, mos të presun. Gjaqamim tas. Ne me Ozani menduam të merrin pak të ajër të pastër, shihemi në darkë. Fëmi, nuk mund të iki për shkak të telefonatave. Do të shkoj në shkollë, ku po shkon ju? Mund t'ju çoj unë. Jo, faleminderit. Hajde, Berqin. Aj, ndalo një sekund, këmba.
Këto këpuc më vrasin. A je mirë? Më dhem të thembra. Vetëm shkele kështu? Oh jo, gjithsesi mirë jam, hajde. Ta dish që ky po kurdis diçka. Gjagja mi më të azip. Se e thik të tani? Bisedat sekrete telefonike në cepat e kopshtit nuk janë shenjë mirë. Plani i Batus është pak sa më i madh që ta mendonte vetë. Ta di që jam imtazi, nëse nuk është i përfshirë mua, mos më thënë që në emër. Ndalo, ku po shkon? Po shkoj që ta zbuloj të vërtetën. A do të vish me mua? E bleve varsën? E bleva? Është dhuratë e bukur. Shpresoj që kujdo që ja ke bler ti ketë pëlqyer. Ashtu, unë mendoj që ja ke bler nënës, apo jo? Sigurisht. Asaj ja bleva. Sa bukur? Të them dhurata shumë e bukur. Jam e sigurt që nënës tënde do t'i pëlqej. Eylül! Shef? Eylül, vare këtë në për kafene. Apo kërkojmë punëtor të ri? Ngarkesa e punës na është rritur, na duhen 3 ndërime. Nëse një dika që do ishte interesuar, thuj të vi, mos u vono. Hajde, shpejt. Në rregull. Si thua? Do doje të punoje? Kush? Unë? Po? Pra, a nuk ke nevojë për para? A e she me përçmim këtë larjen e ime? Jo, se kam bërë kur këtë punë në jetën time. E pra unë të mësoj? Pastaj as në shkollë nuk do të mbetesh prapa, do të jemi bashkë gjithsesi, do të mbështesim njëri tjetrin. Do t'ja dalim. Aha, pra ne duhet të them unë dhe ti. Do të punojmë bashkë. Po? Më binde para se të shkoje. Hajde qoh shpejt, do të paketojmë gjëratora. E kemi me ngut. Nuk mund të besoj. Ne tani me të vërtet po shkojmë në Angara? Do shkojmë, vajza ime bukur, do shkojmë. Faleminderit Zot. O Zot, faleminderit shumë. Asla? Bie, a je e lirë? Sigurisht, e ja daj shpirt. Nuk doja të bëja shumë pyetje derisa ishim me nënën tënde, por shihe se je e mërzitur, vajza ime. As ti nuk e dal nga dhoma. U grinde përsëri me nënën? Asla, vajza ime po shtrojmë trezën, hajde Jana ndihmo. Na lejo disa minuta, Hedije, unë dhe mbesa ime po flisnim. Daj shpirt. Më lejo të shkoj dhe të ndihmoj. Do e ndihmoj tezën. Mirë jam unë, ti mos u shqetëso as pak. Nuk kam asnjë problem. Ozan, dalo. Çfarë do të bësh? Nuk mund të futemi me fortë. Nga ke humbur më vajsi? Gjërat janë tensionuar shumë këtu. Batus lavend pa e kërkuar atë vajzën. Asllë ose sido që të quhet. Ai thotë se nëse e kap do t'ja tregoj vendin. A e di çfarë ka ndodhur? Batu, çfarë ka me Asla? Çfarë ta di unë, duhet t'i acaruar me të. Ti e di këtë? Jo. Nejse, po shkoj unë në klasë, më dërgo mesazh për zhvillimet, në rregull? Çfarë ka Batu kundër Aslës? E kam unë fajin që të të besoj ty. Djalit kokë bësh shkatroj gjithçka shkatroj. Po thua fjalë të rënda. Ore të ma dish për ndeje që në pëngrepa di kundër teje. A e di për sa krimet do të dënoj djalit për shpifje, për mashtim të drejtësisë, do që të numëroj më shumë unë. Djali im nuk i bëri ato krime kokë më vete.
Nëse i ndodh diçka, ju tregoj policëve se kush e urdhëroi. Pa shiko, shiko. Ore ti më duket po më kërcënohesh mua. Deri dje më porulesh edhe përgjeroheshe. Çfarë ndodhi? Si do i vërtetosh ato që thej? Si, hajde më thuaj. Merë dhe largoje djalin tënd diku, mos më hap të lashe more. Kuptove tani? Hajde zhduku më njerë. Unë nuk di asgjë. Ata po flisnin për diçka dje, ndoshta për këtë. As ti nuk e beson ato që po thua. Nuk e di. A nuk erdhëm këtu për xhaxhamim tazin? Pse po flisnin për Asnën dhe Batun? Berçin, të bëra një pyetje. Nuk e di, me të vërtet nuk e di. Berçin, ose do të më tregosh të vërtetën ose nuk do thuash asnjë fjalë që tani e tutje. Në rregull. Në rregull. Ishte Asla ajo që e filmoi atë video. Ajo i bëri një loj Batus. Por më tha të ta silli aty. Më tha të mos i tregoj askujt, kështu që u desh ta fshihja prej teje. Duhet që të flas tani më njëherë. Duhet ta kontaktoj para se Batuja t'i bëj diçka. Vajza ime, edhe në mbush dhallin. Hape telefonin, Asla, hajde! Personi që kërkuat nuk ka qasje në rjetë. Tani dhe telefonin e pas ka fik. Kush e di se ku është? Në shtëpi ishte. Prit, po vi edhe unë. Hajde të shohim, fot ju punës tani. Faleminderit. Hajde vëre pra. Të shkon shumë, ha? E po të uroj fat atëherë. Mirë se erdhe në mesin tonë. Mirë se gjeta. Unë po i kthejem punës, e ty puna mbar. Nëse ke nevoj për ndonjë gjë, më thirr. Prit, çfarë po bën? Ndalo. Nuk duhet të përdoret kështu detergjente. Nuk mund ta shpërlash më vonë. Pastaj po të pa shefi, do ta tregoj derën. Prit pak. Ha. E hedhem detergjenten këto. Kaq. E pastaj hedhem ujin atë. Pasi të mbushet mirë, do t'i lash pjatat me këtë ujë. Pasi t'i lash, do t'i shpërlash me ujë. Në rregull? Këtu shiko këtu, apo flas kotun këtu? O, po, thjesht tu për humpa. Ma jep mua, unë do të... Aman! Në rregull. Në rregull, le ta lirojmë pak banakun që të mund të punosh më rehat. Në rregull? Prit ta vendos këtë këtu. Ashtu, unë po i kthehem punës. Punë të mbar. Faleminderit, edhe ty. Ej, Lyl! Çfarë ndodhi, u friksove? Jo, valla, koraj. Thjesht u habita. Çfarë u bë? Kalove përsëri rastësisht? Kam një shok, ne folëm për punë dhe gjëra të tilla.
Mendova të ndalesha, e ndoshta do më ofroje kafe ose çaj dhe të bisedonim, ha? Sinqerisht unë kam punë, por nëse do t'i ullu, unë do të sjell ndonjë çaj. Nuk ka problem. Më fal. Çfarë kërkon ti këtu? Thjesht erdha të shoh. A e mirë? Mirë jam. Largohu që këte dhe mos e jam këtu. Të kërkoj falje e të prova pak sot, por nuk e dija. Unë nuk kam kohë të do dëgjoj ty fare. Largohu që këte. Gjithsesi edhe unë po iki. Prit një sekond veç pak. Po kthehemi në Izmir. Përse? Sepse unë gatrova në shumë të lashe. Aslı, hyr brenda vajza ime. Aslı, hyr brenda vajz. Po, Sibel, A i mbarove punët? tani po dal nga stacioni. Mirë, eja me njerë në shtëpi. Do të vi në shtëpi, duhet të ndalem një herë në shtëpinë e zotër Jasharit. Tarik, Duhet nëse po që të them tani të vish në shtëpi, duhet të vish në shtëpi, është urgjente? Nën, a e din videon e Batus? Asla e filmoj. A nuk ishte Birçini? Jo, lëre tani atë kafe, duhet të shkojmë të flasim me nënën e Aslës sa më shpejt të mundur. Bir, çfarë po ndodh nuk po kuptoj asgjë, pse nuk më E tregon? di që shumë gjëra i ndodhen për shkakun tim, dhe nëna e saj u zemrua, tani po e çon vajzën në qytet tjetër. Nën, hajde tani, hajde të shkojmë flasim. Dëgjoj, ajo do ta humbash shkollën për shkakun tim. Kur ka qenë era e fundi që e shqetësuar kaq shumë për dikati? Of, moj nën, çfarë është kjo pyetje? Hajde tani. Në rregull, shpirt, të shkojmë, nuk thash gjë. Urdhrani, ju bëft mirë. A dëshironi diçka tjetër ju? Po pres një Mirë. shok. Eja, ti vendosim ato aty? E lyll, pastro borin kur të kesh maruar. Mos rikot. Shije ka një gotë bosh, mere. Vëlla, kërkoj falje. Ai shoku me këmish të bardhë jeton në lagjën tonë. A punon këtu? Për atë që lan enët, sot filloj. Vajza është punëtorja ime. Ajo e solli. E po, nuk mund të them se më pëlqen, por do e shohim. Faleminderit vëlla. Sa po të mbarojmë punë të zonja Semihe, do të kthehemi dhe do të pim bashkë kafene. Në rregull, motër, kur do të ktheheni? E po ndoshta do të duhen disa orë, apo jo, Jashar? Hajde. Oh, përshëndetje zonja Gjylide. Përshëndetje, ju duhet diçka? Erdha këtu të falenderoj Aslën unë. Por më duket se ju që keni duke dalur. Do doja të flisa për diçka me nënën e saj. Sigurisht. Urdhroni, hyni brenda, hyni.
Na falni, për ne duhet të ikim tani. Kemi disa punë për të bërë te zonja Semia, prandaj s'ka problemi, ju lutem, mos u vononi për ne ju. Mos të rrim të dera, urdhër në hyni. Hajde fëmi, na lini pak vetëm të flasim ne. Në rregull, le të flasim pak. Ne si dy nëna. Për çfarë do të flas nëna jote? Ka për t'i thënë nënës tënde që mos të largoj që këtu. Kjo do t'jetë pak e vështirë. Unë shumë e luta ata. Por është e pamundur, ajo nuk do ta ndryshojë më mendjen. Faleminderit shumë. Ke rritur një fëmijë të mrekullueshëm, të lumtur. Gjëra që ajo ka bërë kohën e fundit për ne, unë nuk di se si ta shpërblej ata. As mos e përmend. Ju për çfarë doni të flisnit me mua? Ozani, ai më tha që po mendoje të largoj Aslën nga shkolla. Nëse më lejoj të të pyes, a mund ta di pse? Le të themi se kemi problemet tona, zonja Zhylide. Mos i shkaktuam ne disa nga këto probleme? E po për të qenë e sinqert, në fakt po pak. E solla vajzën time këtu që ajo të mund të shkollohet, por vajza ime ka qenë në telashe pa fund që nga dita e parë e shkollës, spitali, stacioni policisë. E kuptova që ky vend nuk ishte për ne. Zonja Hedje, më vjen shumë keq edhe mua që ju shkaktuam telashe. Kjo është arsyeja pse doja t'ju vizitoja juve. Nëse vendosni të qëndroni, nëse e lini Aslën të vazhdoj shkollën, atëherë do të kujdesem për të sikur të ishte fëmia im. Do ta mbroj atë, sepse ajo i shpëtoi jetën Ozanit. Madje 2 herë unë ju a kam borxh juve këtë. Jo, nuk na ke borxh asgjë, mos e mendo kështu. Rini rehat ju. Dëgjoj, ti more mundimin të vije deri këtu, por vendimi im është i përfundimtar. Do të kthehemi në Izmir. Vajza ime do të jetë aty ku mund ta kem para syve. Ja të shkojmë. Mare djall. Si guxon ti bë shaka i Lylit. Ti kopil. A jam unë nga ata që të ta lejonin t'u avitni shansin. Dhe i busqesi që një jargavitur vajzës. Po. Busqesh edhe kur të të dëbojnë nga puna. Të kam mërzitë vërtet shumë. Dhe atë shumë herë. Jeta ime nuk ishte shtrat me trëndafila as para se të shfaqesh e ti. Mos u shqetëso.
Dhe ty atë vjen keq për mua? Si që të e shpreja, mos u mërzit, se do të mërzitem për ty. E po, vërtet tani e besoj që jam për të ardhur keq. Megjithatë ne po qeshim në vend që të jemi për të ardhur keq. Ai, Tarik, shpirt, ndërrohu me njerë, duhet që të ikim. Çfarë është kaq urgjente, ma thuaj? Do të darkojmë tek Zhylide. Për këtë më thirrë dhe s'më le ta bëj punën që kisha. Do ta festojmë faktin që Ozani është i lirë tani. Çfarë mund të jetë më e rëndësishme se kjo? Nuk mund ta besoj këtë gjë. Pse nuk mund ta besosh, ha? Pse nuk mund të besosh? A jeti që thua Ozani është si djalim? A nuk jeti që thua Selimi ma besoi mua atë? Djali ja dori të mos shkonte në burg. Ne do të jemi me të sigurisht tani. Mos e bëj këtë, mos të lutem. Ç'është kjo, ha? Ç'është kjo? Edhe pse kam parë shumë njerëz të paaft, nuk kam parë kur si ti. Shiko, nuk e di çfarë ndodhi, ose si ndodhi kjo, por unë nuk e kam bërë këtë. Jo, nuk mund të ketë qenë Jazi. A ishte me mua tërkohën, pa më ndihmonte. Do shta ka hyrë dikush tjetër? Apo bëni shaka me mua? Kush do të hyjë këtu dhe do të thyej pjatat? Me sa duket ai e bëri. Dhe ti po ja mbulon fajin? Shiko, të betohem thash që unë nuk e bëra këtë. Hesht, mos bëj betë reme. Shko tani ik pra, shforu nga syt. S'duhet të shoh më. Nuk mund ta dëbosh pa e dëgjuar dhe pa e kuptuar. Nëse Jazi ikën, do t'i ke dhënë. Sigurisht, vazhdoni. Të dy jeni të pushuar. Ikni prej këtu. Por ne... S'ka por, ju thash të largoheni që këtu. Shiko më dëgjoj pak. Dhe po flet, thash dil jashtë, ik jashtë. Më hiq sysh, lëviz. Ma jep këtë. Nga ta di ku janë ata, ore bor. I lash madrat dhe unisa. Pastaj më telefonoi dhe më tha, ti vo dhe madrat. Pastaj tha, nëse nuk më paguan dhe do të denoncoj në polici. Dhe më kërcënoi. Po, më kërcënoi. Sigurisht që është justifikim. Ai po kërkon justifikim për të më pushuar nga puna. E po? Dhe ashtu për 3 kutime madra bëhet fjalë, vlla. E dije? Vlla, erdha në shtëpi tani, do telefonoj pak më vonë, në rregull. Mirë, në rregull. Dëgjoj këtu, më lajmëro nëse ka ndonjë transport përsëri. Në rregull, hajde shihemi. E dije? Reku dreqin janë këto. E di unë tani çfarë do të bëj me ty. Si duket e pas keni vendosur ju. Nuk do të ishte mirë nga ana ime të ndërhyja më tepër të ngrihem unë. Tu përcjellat e runjove. Faleminderit shumë për gjithçka, me të vërtet. Shpresoj që tani e tutje, gjithçka të shkojë ashtu siç dëshiron. Isha thjesht e shqetësuar si dikush që e ka njohur dhe e ka dashur Aslën për një kohë të shkurtër. Për ti je nëna e saj sigurisht, dhe ti e di më mirë se çfarë është e drejtë për të. Thjesht ndonjëherë mund ta dëmtojmë më shumë fëmijën tonë kur mendojmë se po bëjmë atë që është më e mira për të. Në fakt e mashtrojmë veten. Mendojmë se vendimet që marrim për shkak të frikës son, merren për shkak të asaj që është më e mira për të. Këtë po ta them si dikush që e ka përjetuar. Ndoshta realiteti atij momenti më detyroi ta bëja këtë, por më duhet të ta them këtë. Pothuajse e humba Ozanin për shkak të kësaj. Dhe ende kam shumë frikë për këtë.
Shpresoj që të mos e përjetojsh të njëjtën gjë. Me qëra fjala sonte, kemi organizuar një darkë për të festuar faktin që Ozani është i lirë. Nëse vendos që të qëndrosh, do të na pëlqente shumë që të vinit edhe ju. Madje do të festojmë edhe vendimin tënd. Faleminderit shumë, por mendoje pak. Në rregull? Nuk mund ta besoj unë këtë gjë. Ke gjetur pikërisht kohën për të shqetësuar për studenten tënde. A nuk mund të flasësh më vonë me të? Në rregull, nuk vonohem. Sa ta shoh dhe do të kthehem. Sa ta shoh dhe do të kthehem. Ozan, hajde i dashur. E si përfundoi? Shihemi, vajza ime. Shihemi, zonja Zhylita. Hajde, bir. Nën? Nën, çfarë ndodhi? më fal, vajza ime. Më fal. Mund t'i nxjerrësh përsëri librat nga çanta. Më fal. Pse? Sepse do të vazhdosh shkollimin. A nuk po shkojmë? Nëna ime, dashur, shumë faleminderit, shumë. Shumë faleminderit.